Zoti Kryetar, modestisht ne ju japim një mirënjohje në vlerësim të kontributit dhe mbështetjes së dhënë për organizimin e kampionatit kombëtar të boksit U18 në qytetin e Puksës, si dhe për bashkëpunimin e Federatës Shqiptare të Boksit. Falenderoj shumë. Mirëmbrëma gjithëve. Përgëzim e herë për pjesëmarrjen e shumë qytetarëve të Puksës. Edhe kjo mirënjohje do shkojë për ju. Unë me këtë rast du me falenderu shumë Federatën Shqiptare të Boksit, presidentin, dy vëllezërit Çekini, të cilët përformuan shumë bukur, ban një ekip tërbuni që sot me çfarë po shoh unë do të jetë kampion si ekip. Edhe tërbuni boks do vazhdoje që përformoje në këtë ritëm. Unë du me falenderu shumë dhe me gjithë të kena përgatitur dhe diçka mirënjohje për presidentin. Nuk do të bëjmë në rrim cingaresh, por janë vlerësimet të cilat i meritojnë njerëzit që udhëheqin aktivitetet tilla që japin vlera qytetit, sportit, artit, kulturës. Dhe për te Bashkia Puks krahas mirënjohjes që më dhanë mua si vend organizator, Bashkia Puks i ka dhënë edhe mirënjohje presidentit të Boksit, i cili është i pranishëm në krahun e majtimit.